Në 18 të majit të motit 1907, pas shumë peripetive në për rrugët e Ballkanit dhe të Evropës, po mbërrim në brigjet e Mëmëdheut. Jemi një krusht burrash me kapetan Çerqistopullin, që u kemi hyrë punëve për lirinë e Shqipërisë. Në Gjirokastër e Korç, në Kosovë e Dibër, janë quar burrat që kanë bashkuar zemrat për liritë Mëmëdhetit. Qeveria turke e Sultan Hamid Gjakatarit kërkon të çfaros gjuhën shqipe dhe çdo ndjenjë kombëtare tek shqiptarët. Koha na ka vënë përpara dy rrugëve. Rrugën e lehtë të robërisë dhe rrugën e vështirë të luftës. Ne zgjodhëm të dytën. Më mirë të vdesim për Shqipërinë, se sa të rrojmë pa të. Kapiten, po ja afrohemi bregut. Ul nivelat. Si urdhon. Ka marrë malli o Mihaj. Ka mikur i vogël dhe mezi presta sho. Malli vatanit të djeg ma shumë se zjarri. Qe, edhe këta male nduken si tulqinit. 40 vjet që se kam pa ulqin. Kja here kur e zuni mali i zi. Zëna e kanë vatanin o vlla Ahmet. Diku turku e diku sërbi. Po do të ketë edhe fatë bardhë për Shqipërinë. Ma thot zemra se po. Ju lumshin krahët, ua kemi borxh të madh këtë shërbim. Ani kapetan, borxha kemi Shqipnis. Ju paçi me nerë e u kjoftë neru me lufta. Shqipëria jo në kapetan. Ja. Por, Mihal, Shqipëria. Sa më kish marrë malli për këto skërka. Mëmëdheu ynë me baltën më të ëmbël se mjalta, si shtot Çajupi. Dhe me fatin e zi të robërisë të turkut.
Hape, hape. Të shohi mos u ka hyrë ujë. I pas ka lagur një dy. Mos mëre zema. Kjo është ata e madh. E po, nuk u bë gjema, pak janë lagur. Gjëma u bë. Këto janë abetare të shkruara me gjak nga Vigjil Harxhi, Naim, Samiu. Të lageshin fishekët, bëhi gjë, bëhi. I kemi mbajtur në kuriz dhe do t'i mbajmë akoma, që t'u aqojmë në dorë atyre që duan të dritohen dhe të mësojnë gjuhën e Mëmëdheut. E drejta mirë, fola gabim. Zeman, a jemi gati për rrugë, Trim? Gati o kapetan. O burën. Folu atyre qenve, Qarqan, apo së pranon në me e mysafir. O kapetan Qerqizi, bujri me misehardhët. Nga na vje kështu o kapetan. Mo, re qenë kilodhër dhe raskapitur. Mirë se u gjetëm. Urdhoni, nga i kemi këta shok. Ky është Mjal Gramenu, Gëzohem, ky Driz Jakova, gëzohem, ky është Anas Nastu. gëzohem. Urdhoni dhe ju lumshim kemet. Hajde. Si e more Zeman djali? Mirë të faleminderit. Ah, të keqe. Si jeni në mirë? Rosh. Si vini këte, E mirë? njemoj plake. E njo, si nuk e njo Qerqizin. Vjetë kishim këtu me bajon. Hajde. Kyqen, nëna. Sa mirë bete që erdhë të Trima. Dëgjuam atere që ikët me bajon, po aberit e tjera nuk patën. U mblodhe me këta mëmdhetarë, Qarqan. Kemi qenë në Sofje, në Bukuresht, dhe nga Italia një ulqinakas na odhi me anije në Shqipëri. Pashi. Rrugët të madhe pas ki bero Trima. Ke marrë versianët atë mitë. Me le një barë të rend për të thënë o kapetan. Pse çfarë ka ndodhur? Jo tem kam betur vetë me nusit. Të 8 vëllezrit i çojnë në Apsant Janinës e uqini turk. Ju rësuni Gjirokastës. Sa koka? Po bëhen nga 3 muaj. Turku mori edhe shumë kushri nga dera juaj. Edhe një vëllane kësa nuses ton e kanë futur në Apsant të Gjirokastrës. Sabri Gjebron e kini të gjuar. Nga turku nuk presim habere më të mira se këto. Kombi ynë heqe dhe vuan. Pa cili kom ka shpëtuar dhe shliruar nga zgjedha pa derdhur gjak nga bitë e tij. Asnjë. Martje, si do vej ky allyn. Sultan Hamidi si shushunja, pi gjake nuk ngopet. Mirë se të gjetëm, o Qarqan. Më rofshi. Më rofshi. Faleminderit. Ju lumë që në kemet. Faleminderit shumë. Ka ca javë që vërtitet fshatrave këte poshtë Gjirokastrës, një oficer turk, Taxhim Ymeri, i thonë, me Iltizam Xhint. Kërkon taksa, po fukaraja taksa nuk ka t'japë. Atëra y të merë gjaje, të merë male, të lithet sërgjunos. Të kam futu vëlla në Apsan. Po, Taxhim Ymeri. Përse? Gjetën një abetare në shtëpinë tonë. Këti Taxhim Ymerit ja di huqet. Vjetë na shpëtojnë Zagori, si vjetë pas ka marrë anët poshtë Gjirokastrës. Ka dhe nizin që të janë të mblidhe në manastir nga një burë për çdo shtëpi. O të bini bekajet ka thënë, o do të bëj sërgjyn. Kësaj tëne, Po, të mos shkosh të bje zabitit e dera. do t'i marrë bekajet një nga një. Qarqan ti do në marrësh një punë. Dërgo Abert e kito lekdushi, që të dalë me adhetarët e ku i barë. Vete unë, kapetan. Rob Shobir. Të falimderit për mikpritjen. Tani duhet shkoj. Mirë o Qerqis, mirë. Po të rinjë për darë këtë nga bënd e plaka një qikë bukë. Po, një qik buk do t'a marri me vete po të ndodhet. Tani duhet shkoj.
Mirë, si ta kini punë? Nuk ju pengon Çarçani. Zigur, bëj gati kalën. E qova. T'ju qojë zigurit e cibuna. Lumi si teu e su shkaron në kalën. A do të mësoni të shkruani të këndoni shqip? Po, këtu afër kemi Xhalimin që i di shkronja. A i vjen do njerë dhe qoq në mëson. Mere. Mere dhe ti. Të pëlqen? Dhe të mësoni, të shkruani dhe të këndoni shqip me atë Xhalimin. Po. Udhë të mbaro, kapetan. Udhë të mbaro trima. Edhe mos e harroni kastrollën e Çarçanit. Bujro misafir, moj motër. Ka njeri këtu? Qeti aty, more. Ja, zoti në vrus. Shqiptar jam, po zotrote që. Gjandrëma jam, nuk e she. Ruaj manastirin nga hajdutët. Unë nuk jam hajdut, po hajde, hajde këtu. Ja të shojmë për shpun ke ardhur. Dëgjoti, zoti në vrus. Ta ditërim rinë për lere atë pushk. Po të pyes, ka apo nuk ka njerëz të tjerë në manastir? Ikë më rënet. Më ditë ke dhe emri pale. Ç'të duhet ty se çka këtu? Apo kërkon të kapus një koqe plumbi? Ore, do më thua ka njerëz brenda në manastir apo se i ke hallin? Po dale mori uruar. Jo, nuk ka. Vetëm motra është. Urdhëro. Do të vinë këtu ca shok të mi. Pa more në vrus, prap gjandrëma këtu ti. Si urdhon gjandrëmau, Po kapetan? qoj kurizin. Kur ka quar fjalë se vjen ta Xhimi Meri këtu? Nesër sabah, kapetan. Po urata kusht? Për shëfsheur nga Afrika, thire uratë. Kujtoj se vinin hajdutët i ziu. Hajdutët, e? Dëgjoj mjalë, mos na vdes nga frika i ngratë. Urdhoni, kapetan. O, kapetan Çerçistopulli, urdhërori në shtëpinë e Zotit të bekuar. Po, zotrote u fshehe o i biri Perëndis. Ne nuk jemi nga ata që të vrasin natën edhe të qajnë ditën. Si ndo zot ca që vran Spiro Kosturin ton që shqiptarët heqin dorë nga gjuha atyre dhe të bëhen grek. Janë kohë të këqija. Trazirat e kam përzier keq stanin e Zotit, o i uruar. Zotrote duhet këtë bërë syneta i ta Xhimi Meri që hap shtëpinë e Zotit për të tremur shqiptarët. Sonde ora do të rrim këtu. Duam që të mos lëvizin në për manastir. Dhe të mos e marrë vesh njeri as sonde as nesër që jemi këtu. Urdhëroni, bite mi.
Mirë se keni ardhur, more vëllezër. Hë, qeni munduar gjërë këtej. Na kanë quar haber të sillim takset e prapambetura, bekaet. Ah, more të shkret. Kini të paguani bekaet ju, hë? Taxhimi Meri na e ka sjell këtë haber. Po ti shok, nga ti kemi. Fshatar si ju jam. Mos je zeman mashkullor ati. Ai jam. Po hajdeni brenda. Sot do t'ja paguajmë 1 për 1 bekaet Taxhimi Meri. Zbrit nga kali Taxhimi Meri, se të pret plumbi. Mos i thot mendja njeriu të lëviz. Hidhni pushkët dhe u azbrisni kuajve. Në të dhimbet koka hiqe dorën që andej. Nuk jam lepur unë. Zbrit nga kali thash. Nuk do të ndim dorën me këta qelbësira. Fajet për hallet tona i ka baba Dovleti. Shqiptarët nuk janë as turq, as grek, as të tjerë të huaj përveç shqiptar, të cilët kanë të drejtë të rojnë në Shqipëri si komb. Sultani është pjellë e barbarisë. A ka në njeri të mos dojnë të rojnë një lirë? A mund të jetë vallë në një komb i cili të dojë vetvetiu të rojnë në gubern të huaj? Asnjë. Ne nuk kemi as lidhje me Osmanët. As një gjuhë, as një histori, as fis dhe as far. E pra si mund të rrojmë me ta dhe ti duam ata? Aferim! Mire the. A do të bëhet Shqipëria more birë, si kombet e tjerë, apo do heqim e do vuajmë gjithmonë kështu? Do të bëhet o xhaxha. Nga ju, nga opinga që jeni shtylla e kombit. Më rrofsh more birë, prandaj të them. Tashti kam dhe unë një lutje. Kam një djalë këtu me vete. Duhet ma merë në qetë. Ja këtë, emrin Hayreddin ja thonë. Kur erdi bajo vjetë këtë i Sarita do t'ja jepja. Por tani që solli fatë takojmë kështu, duhet ma marrësh pas pa tjetër o kapetan Qerqistopulli. Të qofshin falë, na dhe krajë, na dhe zëmër. Ja shoh syrin djalit, që vjen nga sua trimash. Të bëhet Shqipëria, kapetan. Pa jetën time se dua.
Tani o vlezër, edhe ju edhe ne duhet ikim që këtej. Çdo të bëjmë këtyre iltizamxhinjve dhe zaptijeve. Ti gjeshim ne ti lem të shkojnë tek ju rusuni, që ta marrin vesh se si ua punon Çerçistopulli. Dëgjoni more. Hajde shpejt, hiqni boturët. Ha more shpejt, hiqni boturët u thash. Dhe tani i thyeni qafën dhe i bëni selam i rusun pajkës. Dhe i thoni që ne ati do t'i repim lëkurën. Folega, po të dëgjoj. Duam të marrim mak efendi. Turpin për ta gjymi merin dhe iltizamxhin që u bën për gaz, e lan gjaku. Mere, të falë dallau. Shpatën në breze ke, edhe izmën me pash. Mere, thash. Pse rri? Imami më thotë se po çthuret feja islamit nga ato të mallkuara shkronja shqipe edhe kërkon gjak. Mete Sarifi nuk qeveris do të pashtruar me gjak të paudhët që nuk i binden ligjit. Për turpin e manastirit zot Rode më thua se duhet të marrim gjak. Latif Aga, a kush ta marrë këtë gjakun? Ma bini do të këtu Çerçistopullin me gjithë paudhët që ti shkoj në shpat? I gjeni ku janë edhe mos mu ankoni si gratë e liga. Mos hajdeni këtu për izëm, po mbini fajtorët. Gjeni ku janë, në mos mirë ju. Hajde shparu, mos më shtyjnë gjina. Dëgjoni urdhrin e i qymetit. Kur Shqipëria do të rinë në hijen e dovletit dhe shqiptarët i thrasin sultanit Baba, bashkomiti Çerçistopulli me të tjerë shkryengritës. Rruga e tij është rebele. Kush e mban fshehur ta jap, kush e ndesh ta godas. I qymeti ka vënë për kokën e Çerçistopullit 1500 lira turke. Dëgjoni o popull, dëgjoni urdhrin e i qymetit. E morën selam në Çerçistopullit këta. Dhe u ka hyrë se gali. Do të hyjë edhe më mirë, Marbir, do të rrojmë edhe të qërmë. Ta gjimi meri e gjeti atë që kërkon. Edhe këta, do ta gjejnë tyre. Rruga e tij është rebele. Kush e mban fshehur ta jap, kush e ndesh ball për ball ta godas. I qymeti ka vënë për kokën e Çerçistopullit 1500 lira turke. Dëgjoni urdhrin e i qymetit. Si jeni more djem? Mirë Gjajsen. Ha, Të kemi sjell dy kade me djath. ropshi more birë, ropshi. Futeni brenda, futeni brenda. Po hë more djem, si e kam kapetanin, shokët? Të gjithë mirë janë Gjajsen. Ha.
Nga Qerqizi ke këtë kartë. Që ma gëzua të zëmërët, more djem. Gjera shumë të vyra më pas kërkeni sjellë. Ju lumqin këmbët, ju lumqin. Na ka dhënë kapedani një shenjë. Ti qoni haber në Haso se kapedani i shëndoshe mirë, e të mos bet fare merak. Në Haso është me gjithë nuset mirë. Kemi vajtur dhe kemi parë. Këto kishim ne Gjajsen. Mirë mbeq. Unë në mbaro birë. Unë në mbaro djallë. Falenderit. Shumë të fare i bëni kapetanit edhe shokve. La ilaha illallah. Selam aleikum, Hysén Efendi. Xhamia Faljacin. Zotrote, nuk kujtohesh se duhet i falësh Zotit. Nuk e di Kuranin, Islam Bey. Pa kam thënë, nuk ja zgjidot shkronjët. To benestaj filla. Po ato janë fjalë që i thot i madhi Zot, mori uruar. Po na i thot arab që, Hoxh Efendi. Thote që nuk thote nëse dim. Ke marrudh në qoft largut, Hysén. Hiq dorë nga këto. Kush po na vjen? Ja të shojmë të keqen. Pa mos u trapi. Të mos e hapi, mane. Mbas janë ushtarët e Bimbashit. Se si më janë këtë trokitur me nuse. Nuk troket hasmi kështu. Ta hapi, mane. Rini këtu ju të keqen, se del nëna. Kush është? Hape ane, jam unë Qerqizi. Erdi Qerqizi, ane! Bako. Shpirti motrës. Si jeni, mirë? Mirë. Nëna si është? Mirë, të bëftë motra. Të keqe nëna Qerqizo, kapitan. Rofsh. Kështu të pacha gjithmonë. Me shok. Mirë të dima. Mirë se të gjeset e Ngjitemi lartë. Nuse, zëri pengjeret e odas. Mba vesh këtu. Duam të qonë fjali drizë gurit që të vijë. Vete unë. Ti vetëm. Nuk më gjenë gjë. Ja e brucën tënde krave. E po mirë, moj bako. Mere këtë 6 orë të kesh. Reato unë i vjen të nënës.
Më rrofshi bejt e mi. Ma mbushët shtëpin me trima. Po njerëzit e shtëpi, sa i keni takuar? Jo me nën Haso. Që kur kemi dalë kemi bredhur male. E di të keqen, më kanë thënë. Edhe ato punët tuaja i kemi marrë vesh. Ju lumshin bush këtë vit e mi e me faqe të bardhë. Faleminderit të Naso. Po bajon si e kam? Mirane, malë për ty kishte. Më thanë se është nisur për ndima. I ka marrë vesh ato abere tuaja. Mirë të keqen në fund të Shqipërisë janë këto. Ma jetë e shtëpin me grau qërqis, po mos u idhero. Nëna Trime të ka qëndruar ashtu se ja do nderi bive. Keni marrë në një haber nga Janina? Vlezri si janë. Po, kapoja kishtë qenë një qiki sëmur, po e hodhi. Po ju më redjem, si me jeni? Mirë të marim. Shëndosh si në she. Hajde shpejt. Mos kaloj njeri këtej? Nuk parë gjë. Sa është ora? Do dhe 5 të visa bau. Allahu qof me ne. Allahu qof me ne. Si u shkojnë punët me Komitetin për Lirinë e Shqipërisë? Këte e gjajuseni që po bënë? Të gjithë mirë jemi o kapetan. Edhe punët po mirë na venë. Sa do që bim bashin zinë dhe trufullon. Do t'a gjej dhe i të vetën. Turku po tërbohet, po i smuri Bosforit, po i shpirt. Dhe nuk në lëzëmra tani që duhet të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo kalbësirë që bie. Si të qetësojmë pak punët, do zbresim të bëjmë mbledhje të komitetit. Gjën turqit po vinë në fuqi me shumë premtime. Po ne s'duhet u zëmbes as turqëve të rinj, as të vjetrëve. Shqipëria do ta shohë dritën nga pushkët tona. Kur do zbardhja jo ditor kapetan, ta shohim mirë Shqipërinë të lirë që të marri rrugën e përparimit. Po shpresat i kemi të mëdha. Ky miku është Idris Jakova, si se thash. Duhet të niset për Gegri e Kosovë për punë të komitetit. Edhe andaj zjen lëvizja shqiptare. Andaj ta ngarkojmë për detyrë që fshe urazi dhe në siguri të plot ta qosh në vend. Do ta bëjmë o kapetan. Në qoftë gati miku e mira është që sabau të na gjejë në Kardhiq. Gati jam orti shoq. Nisna kur ta keni ju më të mbarë. Sa të shkojnë në Elbasan, sa atje kam do mi që kanë me më përcjell deri në qetat e Dibrës. Me faqe të bardhë, o djema, me faqe të bardhë. Tashti do t'ju shtrojmë kafshat bukë, edhe rehatohuni. Bako, shtroni bukë. Ec! Hyra!
Ti heqim e fendëm. Heqi. Hidhe koburin. Hajde një vlezër, zbrisni. Ju marrë të keqen burgu Janinës. Dini vlezër, dini. Kam dëgjuar se bimbashi i Gjirokastrës paguan shumë para për kokën time. Qoj selame e thuaj se Qerqis Topulli me shokët, është ndoshe mirë si do vetë zoti. Ti vërgishtin kokës se ta di sigur se unë, që kur kam lerë, as jam shitur dhe as jam blerë. Hyra! Hec! Hajde! Hajde o karocier! Mos ki frikë se nuk të nget njeri, po hajde! U trëmbe, he? Këtë peshe shoja bimbashit bashkë me selamet e kapetanit tonë. Mora ga, fol. I mora vesh të gjitha ju Rusun Efendi. Kupa u mbush edhe nuk mban më. Të shkosh në Janin që të vi ushtria. Të vi edhe në gjipi me të vetë. Le por të shkosh e herë të kthesh. Kuptove? Beqe, Efendi. Mirëmëngjes Gjojsen. Mirëmëngjes o birë. Ha më muzak,
Si t'ka babaj? Mirë, Gjejse. Ha, gjitu lartë se tani po vi. Turku bërtet se po e mbarohet jeta të gjorit. Po ju more birë. Keni frikë, ha? Jo, Gjejse. Frikë të ke Turku. Ne jemi në të drejtën tonë. Ashtu është birë. Më rrofsh. Njeriu në të drejtën e vetë nuk umbet kur. Neve nuk trememi të duam abecen tonë. Një kombë rron edhe zhvillohet nësa jetë gjuhës së vetë, ndryshe në gjuhë të botës a i tretet. Muzak, pa lexoje këtë birë. Dhe i dashur. O, më rrofsh, more birë, më kënaqë. Shkruajnë të tash tani. Djema, grauni. Grauni shpejt. Blini fletoret. Me kujdes, djem. Me kujdes. Selam aleikum Hysén Efendi. Si po të shkojnë ato punë? S'ta marrë vesh fjallën, Latif Aga. Fol me shkoqur. Do të bëjmë një kontroll. Mjaft, mori mallkuar. Lere djalin. Më re në dorë, Hysén Efendi. A nuk të pata thënë që të lije punë të shejtanit dhe të merje rrugën e Zotit, por zotrotes më dëgjove. Ja more veten në qafë. Tani as robi dhe as Allahos të bëjnë dot derman. Zotrote duhet ta dish se shqiptari nuk zihet kollaj me dorë. Dashket e menati,
Pa e di që është kjo mëre, gjauri derit. Abetarja e gjuhës shqipe. Neve jemi shqiptar, Latif Efendi. Dhe me të mësojmë që kruajmë gjuhën e mëmës. Dhe ti e thua me gojën tënde këte. Azërdek! Do të mi paguash me kokë këto, të gjitha. Lidheni! Nuk I lidh do të shqiptarë si perët, Latif Efendi. I që këtej se të bëra të putësh dhenë. Hüseyin Efendi, hükümeti të ka zënë në faj. Do të pishemi. Mos rënko, birë. Mos rënko, djallë. Gjejse, doro. Ka 5 shekuj që po rënkon vatani ynë. Dhe as njeriut nuk I eri keq nga lotë e ti. Bëu trim. Doro, birë. Doro, ditë. Ngrim? Hajde. Ndihmoni. Arnautët të zonë më dru, ha? U trame nga gryka e pisqollës një plaku. Jazak! Ma lidhi dorën shejtane Jurusun Efendi. Leti vi keq Allahut mos ma marrë ymrin pa marrë hak. Ata kanë ngritur kryet e kanë marrë zemër. Po si kështu, mora gaj. Po ne ç'bëjmë? Flamuri profetit në thret t'i shkurtojmë kokat e kryengricave, Efendi. Gjaku që nxehet, duhet derdhur. Kurse ti e fute shpatën në mell para një plaku. E me këto u the Arnautëve se na dridhe dora. Ç'na bëre kështu, mora gaj? Nuk hapet dheu atë të përpi. Mu qëron nga sytë para se të ta shkurtoj kokën. Po bën të falë Zoti? E di Jurusuni çfarë bën. Do t'i mbush kaldrëmet me kokat e tyre të prera. Në gjipin mos e thyre për se hir Jurusuni Efendi? Jurusuni nuk e bën. Në gjipi është I dehur. Po shkoj të thras. Në gjip, ditë në thua është ti se që thot Kurani kur një rebel kërkon të hip në qafë ushtarit Islamit. Rebelit I pritet koka Jurusun Efendi. Po në qofshin kokat rebele 100, 1000,
është njësoj për të gjitha. Gjaku në like shëron shushunja ose shpata. Bilbili e nga goja në gjip. Dëgjove që ndodhi sot në pazar. Kemi pritur urdhrin. Jo, duhet ta dini vetë detyrën e gjip. Prandaj u thirrëm nga Janina. Urdhrin që doni e keni. Allahu kërkon kurban. Allahu kërkon kurban. Mallkuar qofsh. Allahu kërkon kurban. Mallkuar qofsh. Allahu kërkon kurban. Sultani është fuqia jonë. Allahu kërkon kurban. Allahu kërkon kurban. Mallkuar Allahu qofsh. kërkon kurban. Mallkuar qofsh. Allahu kërkon kurban. Ujkerit kërkojnë gjake ullërin. Muzak, po të vjen nëna me motra të birë. Mos i thuaj për plagë, Gjajsen. Mërdjallë. Ka mbetur një mashkull i vetëm në shtëpi. Dhe sytë ato i kanë tek unë. Keqe nana si të kanë bashkë. Fshi sytë, majnën. S'më vjen mirë të qash. Nëna nuk qa. Shko në shtëpi tani e mlidhu me fëmijët. Po Muzakën. Muzakën do ta shpije me Gjajusenin për Kardiq. Ikte. Halem. Urdhë. Shko dhe dil bashkë me Zaun në Manalat. I thuaj të marrin dhe mushkën. Hajt. Mirë. Ato, meri vajzat e shko mlidhu në shtëpi tani. Ma kin kujdes djalin o isen, se e kam të vetë. Mos ki merak. Do ta shpijem shëndoshe mije në Kardiq. Hajde, hajde. Të vërqetësi, hiqni armët, kush bën gjakderdhje do të dënohet nga hyqimeti. Erdhi ushtria të vërqetësi,
Hiqni armët. Kush bën gjakderdhje do të dënohet nga gjymeti. Në shkreta pleqeri. Jam I rrethuar, më rabie. Po më ndjekin. S'di se çka bëri Drizi me djalin. Jam në merak. Ti shko futu brenda. Hysén. Shko e punon në vlëmën, më rabie. Bëna shpërgënjë për një I prit. Dushmani edhe në navraft nuk na shohën dot. Bravo. Shko e punon në vlëmën. Se kështu më lecohet zemra. Shko. Duam kokën tënde! Gjitoni shpejt nga muret. Shpejt! Hüseyin!
Që ishte? Bir. Duket sikur kam të gjallë taimin. E të gjon fjalët e ti. E të zgjatet jeta. Fjalë të bukura. Juha jonë. Sa e mirë. Sa e bukur. Sa e të lirë. Fjalë të bardha. Mos e harroni. Shqipëria po zgjohet. Mirë se ardhe o Idris. Qa bere në sjell? Haberet I hidhur apo o bijor, kapetan. Babi Hyseni dhe shumë të tjerë na I vran. U sulën ushtarë dhe bimbashin dhe për lagje dhe bën lemerin. E lehti I qoftë mbi varë lëndina. Komiteti për lirinë e Shqipërisë më dërgon nga Gjirokastra që t'ju them se ka marrë vendim të vritet Bimbashi. Sokakti leu gjakujin kapetan dhe ne duam hakmarrje. Idris. Por kapetan, por nuk përmbahem dot. Hakmarrje! 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 Por, Trima, gjaku I shqiptarit nuk arrin të humbë, aq sa t'i harrot vlefta e tij. Të gjithë e duam hakmarrjen, dhe ne hakmarrjen do ta bëjmë për lirinë e Shqipërisë.